Besimtarët musliman u mblodhen në xhaminë e Lezhës për të falur namazin e Fitr Bajramit, duke kremtuar përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Ceremonia fetare u drejtua nga mufti i Lezhës, Sadedin Kotri, i cili në mesazhin e tij theksoi rëndësinë e kësaj dite për forcimin e besimit, solidaritetit dhe mirësisë, e u bëri thirrje besimtarëve që të jenë shembull në përcjelljen e vlerave të kësaj feste. Të dashur besimtar musliman të qytetit të Lezhës, ju uroj një Fitr Bajram të gëzuar dhe në harmoni të plotë në familjet tuaja. Padyshim, kjo fest vjen nga një muaj i mallnueshëm sakrifice, ku besimtarët kanë agjëruar, ku besimtarët janë falur, ku besimtarët kanë dhuruar, ku besimtarët kanë shtuar sadakat e tyre dhe zekatet e tyre, ku besimtarët janë solidarizuar me të gjithë njerëzit në përgjithësi. Sot neve na gëzon zemra, sot neve na gëzon mendja, sot neve na gëzon çdo gjë, qenja jon me të gjithë njerëzit dhe me të gjithë çdo gjë që na rrethon. Padyshim që sot duhet të gëzojmë. Pas faljes, besimtarët shkëmbyen urime me njëri tjetrin, duke vijuar traditën e vizitave dhe bamirësisë që karakterizon këtë festë të rëndësishme për komunitetin musliman.